Andri Jonas, Firenbank. Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show. Fol shqip. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma Kingu. Ku je boss? E nisim sonte Fol Shqip Show nga shtëpia më e madhe më e bukur e diasporës shqiptare me yjen nga diaspora. Me personazhe që janë ekskluziv për herë të parë në Fol Shqip Show përveç Lorenës. Lorena për herë dytë, pastaj do mrekulloheni me zërin e mrekullueshëm, të Lorenës që do jetë pastaj për të na kënduar. Mirë, por sonte do kemi një emision diçka ndryshe, një personazh i cili unë e respektoj shumë për iniciativat e tij që do i trajtojmë pastaj, një iniciativë që më ka ngel në kokë dhe arsyeja që unë e kam ftuar Marash është që ky ka tenton, vazhdon ai projekt, nuk e di apo jo, do ta pyesim më vonë për të patur në Zvicër një shtëpi kulture për shqiptarët. Pastaj kemi tjetër star, një tjetër djalë i suksesshëm në Zvicër, që është e çudi për 9 vite në Zvicër. Pra, vetëm 9 vite ka arritur që të jetë një ndër 150 ekspertet e network CCI në Zvicër, i cili do të tregoj pastaj për arritjet e tija për 9 vite valla, si ka mundësi për 9 vite me arrit me qenë në një pozitë të lartë që ka fituar të jetë një ndër i vetmi shqiptar në Zvicër, apo jo, i vetmi shqiptar në Zvicër, 150 janë në total në Zvicër, një ndër ata është personazhi që do kemi pastaj në Fol Shqip Show. Kështu që derisa a jetëm po ajo? Apo ajo? Veç po të kallëzoj. Që në qofë se së më gjiron mirë. A di qatë bëj ajo? A di në ajo? Që kemi në ti? Vazhdojmë me falendrimin e sponsorëve tanë të cilët janë të shenjtë dhe të mrekullueshëm për Fol Shqip Show. Vielen Dank Komplexi Annexi. Luxusvillen im Grünen. Der Annexi-Komplex in Makresch bei Artana Novobert bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Fshati më i bukur në Gjilan është Kompleksi Annexi, kështu që ju ftoj gjithë shqiptarëve diasporës të merrni, të bleni vilën tuaj edhe për çdo ditë javës, por edhe për vikende, 270 metër katror banim me pishinë edhe me ngrohje edhe me ftohje, ku diun gjitha këto me radhë. Vazhdoni të jeni pjesë e kompleksit dhe është fshatit më të bukur në Gjilan. Kompleksi Annexi, vielen Dank që jemi neve. Andri, bravo! Vielen Dank Dentfix. Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fehim Haliti. Von Vorsorge bis ästhetischer Zahnmedizin, Dentfix sorgt für Ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Doktor Loçka është Dr. Fehim Haliti, i cili bën mrekullin e gojës dhëmbëve tuaj dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, shtëpia më e suksesshme e rregullimit të gojës dhe buzëqeshjes. Kështu që Dentfix, faleminderit që jemi me Fol Shqip Show, faleminderit që jemi me gjithë shqiptarët kudo që jeni. Ja ku e ke, një big up për ty. Pap. Vielen Dank, Care & Hairfix. Mit modernsten Methoden bietet Care & Hairfix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Care & Hair mbjellni flokët pa efektancore, pa dhimbje, me teknologjinë dhe makinerinë që nuk e posedon askush tjetër në Kosovë dhe realisht është me mjekët më të mirë që i ka Turqia të ardhur në Kosovë. Care & Hairfix, nëse të keni dëshirë për mbjellje floku të mirë, transplant të garantuar, të sigurt dhe me u dok sa më, çish më thon Marash, kjo fjala, çish më thon, çish mu dok? Mu dok sa më mirë, mu dok. Mirë pa themi vetë. Me pas sa më shumë vetbesim. Tjetër gjë? Me të pëlqy vetvetja. Me të pëlqy vetvetja. Care & Hairfix. Faleminderit shumë. Vielen Dank, Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit. Unë i shkreti të bo fitness, kameramani mrapa më thot drejto pak, thot fryju pak, Allah, unë vandamis jam, o gjigant, unë qështu jam, të shka me që tjeti po ma pa regjia, tje po ma thot fryhi pak. O gjigant, as ka marrë me kalzu muskujt, dhe një mu rejha qysh. Pristina Ticket është kompania e cila rezervojmë tiketën për me shku në Kosovë prej Syriu, prej Bazeli,
prej Gjeneve për Prishtinë, dhe anasjellës prej Prishtinë në Zyrich, në Gjenevë edhe në Basel. Përveç asaj edhe në 17-18, më duket 20 janë destinacionet e Europës që mund të fluturojnë me Prishtinë etiket. Faleminderit shumë që jemi fol Shqip Show. Kemi një mix të veçantë sot, folim për histori, kultur, për biznes, sukses, arritje në Zvicër, folim për një histori, një rrëfim të veçantë, një çikëre që ka shku në Afrikë. Po. Plus është edhe talentuar këngëtare. Lorena përveç se është këngëtare e mrekullueshme, do na tregoj pak nga eksperjenca e saj në Afrikë, që realisht në qoftë se analizon shumë mirë edhe shumë mirë njerëzimin apo globin tokë, mendoj që ka shumë padrejtësi në këtë tokë. Edhe besoj që padrejtësia ekziston historikisht, vazhdon të jetë padrejtësia, edhe besoj që ka me vazhdu edhe në të ardhmen me qenë padrejtësi, dikush nuk ka për të ngrënë, dikush nuk ka për të pirë, dikush nuk ka për të veshur, për të mbathur, dikush lind edhe vdes pa e kuptuar se çfarë është jeta. Me keqardhje. Megjithatë do flasim pastaj për një eksperiencë të Lorenës. Momentalisht unë njoh përmes rrjeteve sociale para 8 viteve, 9 viteve, e kam parë një zotëri i cili është veprimtar në Zvicër, jeton dhe vepron në Zvicër, përveç asaj është nga Kumanova, e Maqedonisë Veriore, quhet zoti Ahmet Asani, dhe çfarë më ka bërë përshtypje mua në atë kohë, që ka lobuar, ka punuar, dhe nuk e di a është ndaluar apo s'ka ndaluar, që për të realizuar si komunitet shqiptar në Zvicër shtëpinë e kulturës në Zvicër, për shqiptarët këto. Tashi, kur e kam parë dhe kam lexuar, kam thënë moment sa ide e mirë, sa gjë e bukur, dhe këtë njeri kam dëshirë me pas në emision për ta intervistuar. I kam dërguar një ftesë, sot na ka nderuar me pranimin e tij, dhe përveç se ka ardhur dhe dua ta pyes për shtëpinë e kulturës, do ta realizojmë apo jo, pas ka promovuar edhe një libër, pas ka marrë me vete një libër, edhe ta shohim çfarë libri është, çfarë shkruan dhe të pyesim pak për jetën dhe veprën e tij në Zvicër. Dhe e ftoj me duar turkitje, unë big up von André Jonas, zoti Ahmet Asani!